Përshëndetje. Po më mirë se kësaj radhe që ndruam pas pushtetit me u deklaru, atë shumë më thërën në kushtetut, e këta në shkelësit më të mëdhajt kushtetutës. Veç eksploroni, e shifni, sa ligje i kanë miratuar në kuvendin e Kosovës që kanë qenë antikushtetuese, që me procedim në gjykatën kushtetuese janë kthy antikushtetuese, dhe po më vjen mirë që lëvizja vetëvendosur për përdor këto mashat e veta me u dalë me u prononcu këto ditë, se asnjëherë s'pishon në një oponent puro të lëvizjes vetëvendosur që dele deklarohet, o dalin pe alternatives, o pe guxos, ndërsa ata po rrinë heshtje dhe po qëndrojnë komod. Në ata që po thirren, shifni veç deklaratat e zonjës Albulena Haxhiu për votimin e kryeparlamentarëve në historikën prej se lëvizja vetëvendosur është në kuvendin e Kosovës, shifni historikën, shifni deklaratat e Albulena Haxhiu, shifni deklaratat e Albin Kurtit që kanë thonë siguroni votat, bëni votat. Nuk e kemi obligim ne opozita me siguru vota lëvizjes vetëvendosje dhe kandidatit të lëvizjes vetëvendosje. Dhe shumë mirë këto po dalin edhe po luajnë rolin e viktimes. Mirë që një parti e madhe që ka udhëheq me 6 vjet pushtet, tash po del po viktimizohet këtu para mediave dhe para popullit. Bllokues të konstituimit të kuvendit të Kosovës është lëvizja vetëvendosje. Dhe është absurditet i kohës ku e barazojnë zgjedhjen e kryeparlamentarit me zgjedhjen e nënkryetarit. Zgjedhja e nënkryetarëve të kuvendit është një procedurë krejt tjetër që është e rregulluar me rregullorin e kuvendit dhe ju takon ad hoc, ju takon partive më të mëdha edhe partive të komunitetit. Domethënë s'ka asnjë lidhje zgjedhja kryeparlamentarit. Zgjedhja kryeparlamentarit duhet më bë me ndonjë marrëveshje politike, me ndonjë koalicion, se duhet të sigurojnë votat ta kalojnë kryeparlamentarit dhe me pas të hinë në procedurën e votimit të qeverisë. Pra këta nuk i kanë votat dhe po e mbajnë peng konstituimin e kuvendit të Kosovës, po e mbajnë peng Kosovën, sepse po ju konvenon dhe një prej oponentëve që sot u deklaru, shifni me çfarë afera korruptive është duke u përballur dhe e merr guximin del para media, po edhe nuk përgjigjet në pyetje që kanë të bëjnë me aferat korruptive që është i akuzuar zoti Peci. Porna. Ne kemi mbledh në nënshkrimet që janë të nevojshme, nevojitën 10 nënshkrime, kemi 10 nënshkrime, nëse do ta procedojmë në gjykatën kushtetuese, jemi në përfundim të hartimit. Besoj nesër në orën 11 do ta procedojmë në gjykatën kushtetuese, i kemi nënshkrimet e mjaftueshme, kemi pa që dikush ka thonë nuk janë të mjaftueshme, po janë të mjaftueshme, 10 nënshkrime kemi pas mundësi me pas sa kemi dash nënshkrime për me procedu, po për këtë procedurë që ne po e adresojmë në gjykatën kushtetuese, nevojitën 10 nënshkrime, ne i kemi 10 nënshkrime dhe nesër do ta procedojmë në gjykatën kushtetuese. Janë edhe LDK-ja, ne i plotësu me këto, po kemi mujt me pas nënshkrime edhe për PDK-s. Ka të që ju kanë refuzu, pasi që nga lëvizja vetëvendosje është vazhdimisht që ka dhe që mund t'i dalin kundër partisë në këtë bështje. As që kemi insistu të marrim nënshkrime, sepse ne kuptojmë pozicionin e tyre, ata zguxojnë të lëvizin edhe nëse kanë vendim ose qëndrim që janë pro ati vendimit, nuk guxojnë dalin jashta konturave të partisë, sepse ne kemi pa dhe mandatin e kaluar, kur zoti Kurti i ka kërcënuar ata deputet të cilët nuk e mbajnë vijën politike, që nuk do të jenë pjesë e listës zgjedhore dhe që nuk do të kenë mundësi më të zgjidhen kandidat. Nesër do e keni në dorë të gjitha media, do e keni kërkesën eksplicit, është e qartësume, është e saktësume, me nene, me paragrafe, është e qartësume, është e hartuar prej ekspertëve të kësaj lamie dhe nesër do ta keni në dorë. Besoj që është shkelje e procedurave, është shkelje ligjore, është shkelje kushtetuese që në mes të votimeve
pa pas vota, pa pas një mocion, pa kalun kuvendin e Kosovës, e ka ndryshu formën e votimit prej votimit të hapur në votim të mbyllur. Në lidhje me situatën politike në vend, ndër të tjera thotë që nuk ka ngërsh politik, por ka një vakum kushtetues me lidhet me këtë çështjen e hartimit që jeni duke e bërë aktualisht, edhe çështë e vëshme se Jo, është ngërsh politik sepse një kryeministër tash në detyrë, e cili po e mban detyrën e kryeministrit edhe që e ka lëshu detyrën, ka dhënë dorëheqje pasi që u bë deputet. Kjo është shkelje kushtetuese që LDK-ja veç e ka proceduar, ka ngërsh politik, duhet të angazhon ata, duhet të angazhon që mos bëjnë këto seanca çdo 48 orë, ti siguroj numrat, kaloj kryeparlamentara dhe të procedojmë me tutje në zgjedhjen e qeverisë. Faleminderit edhe për ju. I dëgjova disa deklarime të përfaqësuesve të popullit, deputetët, të cilët pra juan me ato qëndrime të cilat i shpalosën edhe bashkëpartiakët e tyre që folën, pra qoftë brenda sallës, qoftë jashtë sallës plenare të kuvendit. E fundit ishte Time Kadria që rikonfirmoi sërish se pra kanë përgatitur dosjen dhe nesër sipas tyre do të zbulohet dhe do ta kenë edhe gazetarët pra se çfarë përmban ajo sa i përket kontestimit ose dërgimit të rastit në gjykatën kushtetuese që sipas saj pra ka pasur shkelje në disa seanca qoftë me mosndrimin e kandidaturës që është përmendur më herët, por po ashtu edhe me tentime për ta ndërruar mënyrën e votimit pra nga votimi i hapur në votim të fshet, pa akuzat që përfaqësues të lëvizjeve të vendosje të grupit parlamentar të lëvizjeve të vendosje Mimoza Kusari Lila që akuzoi Lidhjen Demokratike pra vetëm pak ditë pasi është dërguar ftesa për koalicion se nuk është interesuar pa që të konstituoj kuvende, por që sipas saj po merret me aspekte të tjera që nuk kanë kurfar efekti, pra i referua atij iniciativës së Hikmeti Bajramit për të mbledhur në shkrimet përmes të cilave do të kërkohet anulimi i dy vendimeve të zyrës së rregullatorit të energjisë, ai për shtrëngimin e rrymës edhe atij për daljen e treg të hapur të energjisë të rreth 1300 bizneseve në Kosovë, po ka pasur edhe në seancën e kaluar që jam mbledhur në shkrimë, vazhdoi edhe sot dhe nuk pati një deklarim nga ana e Hikmeti Bajramit, pra siç ka bërë zakonisht në këto seancat e deri tashme. Paton Peci referoi një historiku që tha se për ta akuzuar opozitën, pra kjo nisi që në pikën e parë me verifikimin e mandateve të deputetëve që ishte votuar kundër nga ish opozita e kaluar, por që më pas një dakordim ose pas konsultave që u thërën nga kryesuesi i seancës, u vendos pra që në mënyrë unanime të votohet edhe raporti për verifikimin e mandateve, duke i hapur më pas rrugë edhe propozimit të emrit të kryeparlamentarit, që pas 14 përpjekjeve, pa jemi në pikën e njëjtë dhe nuk ka konstituim dhe nuk ka zgjedhje të kryetarit të kuvendit të Kosovës. Pra sot ishte përpjekja 14 dhe tashmë deputetët veç si janë larguar nga kuvendi i Kosovës dhe edhe ne do ta përmbyllim sot këtë transmetim direkt, pra dhe do të shihemi pas 2 ditësh në vazhdimin e radhës që do të jetë i 15 me radhë. Faleminderit e mirupafshim.